Një nga netët më të errta në historinë e Big Brother VIP Albania 4 ndodhi të shtunën, me 12 prill. Gjatë natës së gjysmëfinales, tensionet shpërthyen në momentin kur u shpall finalisti i tretë, Gjesti. Banorët u mblodhën në obor, ndërsa një dron zbarkoi me emrin e tij. Të gjithë e përqafuan e uruan përveç Jozit, i cili u pa duke u larguar i nervozuar. Për kulmi erdhi pak minuta më vonë, kur Ledion Liço lexoi emrat e banorëve që do duhet të largoheshin nga shtëpia. Jozi dhe Loredana. Aty nisi gjithçka. Në një moment delikat, Gjesti u afrua për t'ia hapur derën Jozit, por aty ndodhi skena më e rëndë e sezonit. Jozi e qelloi me shuplak Gjestin dhe rrëzoi në tokë. Banori nga Kosova u dërgua për trajtim mjekësor, ndërsa Jozi u arrestua nga policia në vend ngjarje. Pas daljes nga shtëpia, shpërtheu një tjetër bombë mediatike. Një dosje e errët për të kaluarën penale të Jozef Markut u publikua. Ai kishte bërë 3 vite burg në Zvicër nga 2020 në 2023, por dhunë fizike ndaj një ish-partnereje shqiptare. Juristët zviceran thanë se një dënim i tillë ndodh vetëm në raste të përsëritura dhe me prova të forta. Megjithatë, pas disa orësh ndalimi, Jozef Marku u lirua dhe po hetohet në gjendje të lirë. Në dëshminë e tij për policinë, ai ka deklaruar: "Më ka provokuar gjatë gjithë lojës, nuk u dorova më." Ngjarja tronditi jo vetëm publikun, por edhe një pjesë të mirë të estradës, politikës dhe botës së artit. Pas incidentit të dhunshëm në natën e gjysmëfinales së Big Brother VIP Albania 4, ku Jozef Marku goditi fizikisht Gjestin, rrjetet sociale shpërthyen me reagime. Një pjesë e konsiderueshme figurave publike, artist, këngëtar, madje edhe politikan i dolën në krah Gjestit, duke e konsideruar reagimin e tij të matur dhe të dinjitetshëm përballë një akti të pajustifikueshëm dhune. Askush nuk e arsyetoi dhunën, përkundrazi, kjo ngjarje u bë pikërisht pikëthese për të ngritur zërin kundër normalizimit të dhunës në ekran, sidomos kur kryhet nga persona me të kaluar problematike.